Një sër faktorësh të ndërlidhur kanë sjellë bllokimin e shërbimeve të e-qeverisjes, sidomos atyre që përdoren nga bizneset. Zvarritja e tenderit për mirëmbajtjen e fiskalizimit, përdorimi i zgjidhjeve open source pa mbikëqyrje të mjaftueshme teknike nga Akshi, si dhe largimi i teknikëve pas nisjes së hetimeve nga SPAK, kanë krijuar një situatë paralizuese për sistemet digjitale shtetërore. Tenderi me vlerë 7.7 milion euro për mirëmbajtjen e sistemit të fiskalizimit, i menaxhuar nga Akshi për llogaritë të tatimeve, është ankimuar sërish në Komisionin e Prokurimit Publik, vetëm pak ditë pasi ishte hequr pezullimi. Megjithse më parë u vlerësua se dokumentet ishin korrigjuar, operatorë të tjerë pretendojnë se ende ekzistojnë paqartësi që lën vend për interpretime. Sipas një inxhinieri të përfshirë më herët në sistemet digjitale qeveritare, platforma e e-Albania është ndërtuar mbi një arkitekturë microservices, pa respektuar standarde të forta ndërkombëtare. Shërbimet funksionojnë si module të ndara, të menaxhuara nga kontraktorë të ndryshëm, duke krijuar varësi të ndërlikuara mes tyre. Si pasojë, dështimi i një komponenti të vetëm bllokon të gjithë shërbimin. Situata është përkeqësuar nga hetimet e SPAK, të cilat kanë nxjerrë në pa se kontrata shumë milionëshe janë mbuluar me kosto minimale nga nën kontraktor. Në këtë klimë pa sigurie, shumë teknik kanë hequr dorë nga ndërhyrjet, duke lënë sistemet pa mirëmbajtje efektive. Muvisja e kontrollit shtetëror mbi kodin dhe infrastrukturën rrit më tej rrezikun e ndërprerjeve të shpeshta dhe të zgjatura.